Territori shqiptar për datën 18 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me intervale të gjata me diell dhe vranësira shumë të pakta në disa zona të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 4 deri në 10 gradë Celsius. Kukës 1 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi -2 deri në 2 gradë Celsius. Tiranë 5 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 5 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj 2 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 4 deri në 10 gradë Celsius. Berat 3 deri në 10 gradë Celsius. Korç -3 deri në 4 gradë Celsius. Vlorë 7 deri në 12 gradë Celsius. Gjirokastër 2 deri në 9 gradë Celsius. Sarandë 5 deri në 13 gradë Celsius.